Dy vëllezërit Jeton dhe Nexhat Vllasaliu u dënuan me burgim të përjetshëm për vrasjen e biznismenit Bedri Rexhepi. Krim ky i kryer për përfitim prej 30.000 eurosh. Gjykata themelore në Prishtinë ka lënë fajtor për 2 vepra penale, vrasje e rënd dhe dëmtimi varrezave apo kufomave. Sipas aktakuzës, vëllezërit e kishin mashtruar Bedri Rexhepin duke i ofruar përshitje 2 vetura në vlerë prej 30.000 eurosh. Me 8 prill 2021, Rexhepi kishte shkuar në shtëpinë e njerit të pandehur. Aty sipas aktakuzës, Jetoni duke ngulfatur e ka mbytur Rexhepin, duke menduar se e ka me vete shumën e të hollave prej 30.000 eurosh, siç ishin pajtuar për shitjen e veturave. Por tek viktima u gjetën vetëm 8.000 euro, të cilat vëllezërit i ndan mes vete. Pas vrasjes, ata e dërguan kufomën në katin e 3 të shtëpisë dhe tentuan të zhduknin provat duke varrosur në mënyrë të fshehtë. Mbetjet mortore të Rexhepit u zbuluan me 30 shtator 2022 në vendin e quajtur Mali i Madh, në fshatin Vllasali të Novobërdës. Avokati i palës së dëmtuar, Besnik Berisha, ka deklaruar se sot drejtësia foli. Sot drejtësia foli. Sot plagët janë më të lehta e dënimi shqiptuar është dënim i pritur. Të njëjtin mendim nuk e ka Shemsedin Piraj, avokati të dënuarit Nexhat Vllasaliu. Se kam pritur këtë dënim sa i përket klientit tim Nexhatit, burgimi i rënd në bashkëkryerje. Ne i kemi cekur të metat e aktakuzës, fatkeqësisht ato superfillën. Por ky s'është vendim përfundimtar, por i shkollës së parë. Shënjestër.net